Besar, duket sikur sa herë që kemi një krizë, po në këtë rast nuk bëhet fjalë për Partinë Demokratike, siç ndodhi dikur kur Sali Berisha nuk ishte rikthyer ende në kryesimin e kësaj partie, por dhe sot që është lider, sa herë që kemi një krizë, duket sikur flasim vetëm për një emër të përveçëm, flasim vetëm për zotin Sali Berisha. Dhe duket sikur s'është krijuar hapësira për të thënë emra të tjerë. Është me qëllim që apo është thjesht nisur nga ajo çka populli kërkon dhe dikton? Shko, ato janë edhe momente historike se kush bën betejën më të madhe, pra nuk është mungesë hapësire. Mendoj se është pjesë e aktivizmit dhe normalisht Sali Berisha është një lider që punon pafund, ka drejtijet e tija, pra ka të mirat, po ashtu ka dhe të këqijat që njerëzit mendojnë, por askush nuk kundërshton dot faktin që është njeriu më aktiv në opozitarizëm dhe në aktivizëm politik. Por mendoj që ka dhe shumë emra të tjerë, të cilat i kanë hapësirat, edhe pastaj është vendimi tyre personal se sa përtej hapësirave duan të shkojnë në karrierën e tyre të leadershipit. Kështu që emra ka plot Partia Demokratike, të cilat e pëlqejnë nga qytetarët, kanë kontributet e tyre politike për vitesh, kanë aksionet e tyre politike, po në fund fare është pyetja sa aspirata personale kanë. Sepse dikush që ka aspirat personale nuk duhet presi ti hapet rruga, po duhet filloj dhe ta kërkoj vetë dhe ta hapi rrugën dhe vetë.